Një nga 6 episodet korruptive që e kanë çuar pas hekurave ish presidentin e vendit Ilir Meta nuk qëndron. Kjo be ditur nga mbrojtësi i tij ligjor Kujtim Cakrani, i cili sqaroi edhe për cilin prej momenteve në dosje bëhet fjalë. Prokurori e pranoi vetë në seancë që lobimi i Shtetit Bashkuar ka rënë si vepër penale për zotin Meta, pasi nga emailët që kanë ardhur te departamenti i drejtësisë apo fara, vërtetohet që zoti Meta nuk ka kryer pagesën 100.000 euro siç është thënë deri sot, por ka qenë një pagesë 15.000 euro dhe cila është ndërprerë më pas. Përmes burimesh, Vizion Plus mëson se në fakt kjo nuk nënkupton rrëzimin e akuzës së korrupsionit, por vetëm të episodit të mësipërm. Nëse Ilir Meta do të vendosë në dispozicion të gjykatës së posaçme një garanci pasurore në mënyrë që të lërë qelinë e paraburgimit, ku ndodhet prej 21 tetorit, avokati përgjigjet. Ne garanci pasurore nuk i vendosim do gjykatës se zoti Meta nuk ka pasuri. Ua kam thënë 100 herë dhe vazhdoj ta them. Janë zero pasurit e presidentit Ilir Meta. Pasurit në planetin Tok janë zero. Ju thash, vazhdoj të them, të marrin Elon Muskun, t'i çojnë në hënë që të gjejnë pasuritë e zotit Meta, për të cilën është ndërtuar ai mal i madh i akuzave nga llumi i të gjithë llumit të kësaj shoqërie. Ju doni patjetër të thoni që zoti Meta ka pasuri. Këtë të premte, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta kërkoi që masa e arrestit në burg të hiqet. Mirëpo seanca dështoi pasi avokati i tij kërkoi kohë të njihet me aktet që s'pak depozitoi në gjykatën e posaçme. Ky vendim do të jepet në 26 qershor.